Vërtet është i lidhur me këtë, por e ka të pamundur me fuqinë ekonomike që ka. Për shembull, të them një element që duket pak naiv. Irani është nga prodhuesit kryesorë të naftës në botë, dhe të shkosh në Iran, ata kanë nga naftën më të keqe të botës, sepse rafineritë që kanë nuk janë aq të përparuara sa të bëjnë të themi cilësimin e dur të derivateve të naftës dhe tjera, në mënyrë që vendi i tyre të ketë cilësi të mira për makinat e tyre. Kuptohet që nafta në Iran është disa cent dhe benzina, domethënë është një nga gjërat që ne na duket si ëndër, po ja që është, sepse ata janë mbi këtë. Por fuqia e tyre nuk është fuqi kaq e madhe dhe e vërteta është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në qershor na thanë zyrtarisht, publikisht, botërisht që projekti i tyre bërthamor ishte shkatruar. Dhe vetë Irani e dëshmoi që kemi marrë goditje shumë të madhe, por ne vazhdojmë që t'i përmbahemi. Në negociata ka qenë, është një program botëror që vendet të ndryshme për arsye shëndetësore dhe tjera bën një projekt bërthamor që ta përdorin për arsye humane dhe kjo është e lejueshme. Por ti vazhdimisht duhet t'i asistosh, vazhdimisht duhet t'i shikosh. Dhe Agjencia Botërore e ka parë që Irani nuk i ka këto aftësi. Por ne dim shumë mirë që Irani ka një problem të madh, që Irani ka eksportuar probleme në rajon, nëpërmjet Houthëve, nëpërmjet Hezbollahve, nëpërmjet proksive të ndryshëm, dhe Irani është i vetmi vend i cili do të ruajë një identitet religioni që është krejt ndryshe nga tjerët. Tjerët janë sunit, ky është shie. Dhe këtë e ka bërë për narracionin e vet, për strukturën qeverise që kanë, dhe mbi gjitha për mbijetesën e një vendi i cili është një vend shumë problematik, e para me minoritete që janë problematike dhe dyta me një fuqi ekonomike që duhet pasur parasysh. Çfarë do të thotë pikërisht për këto që përmendët ju, zoti Andoni, por edhe për forcat proxy, edhe për regjimin iranian, çfarë do të thotë që Irani të jetë i përfshirë në një luftë dhe nëse nesër fundi i kësaj lufte do të ishte në disavantazh për të, nëse Irani do të kapitullonte? Çfarë ndodh me Iranin? Do të ndodhte një, në mendimin tim, për shkak të amullisë që do përcillte vendin. Irani është krejt ndryshe nga Iraku dhe nga Siria. Ata kanë një logjikë administrative mbi to. Ato Irani vet ka një kulturë shumë të madhe. Mos harroni që në 15 vitet e fundit ose 20 vitet e fundit ata marrin vazhdimisht çmime në Oscar, në Berlin, në Venecia, që tregojnë jetën e vendit. Po ta shikoni me kujdes, nuk ka këtë mbyllje sa që mundohet ta bëj propaganda tash, sepse është vetë pjesa kulturologjike që e tregon. Dhe çështjet që tregojnë ata nga ana sociale e vendit tyre, i bëjnë vendet, nuk i bëjnë as vendet emancipuar. Dhe pasoja e amullisë në atë vend do ishte një pasojë që do krijoheshin shqetësime shumë të mëdha për vendet fqinje. Mos harroni se janë fqinje me Turqinë dhe Turqia mban në shpatullat e saj gjithë problemin e migracionit që shkon në Europë, që vjen tek ne. Dhe Turqia ka bërë një bllokadë madhe dhe vazhdimisht kërkon, si ta them, jo reparacione, por kërkon ndihmë nga Bashkimi Evropian që ta përballojë këtë. Do kesh çrregullimin e Afganistanit, që është një vend që ne dim si Azerbajxhanit, që është një vend i cili për hir të vërtetës është një vend i administrueshëm. Por po ta marrësh me kujdes për sa i përket drejtave të njeriut dhe probleme të tjera, Arabia Saudite që është afër Iranit dhe kundërshtari kryesor i tyre mbas Izraelit, është një vend që nuk i njeh fare drejtat e njeriut. Dhe kuptoni tash që duke ecur në maj të teut, se mos njerëzit e ndryshëm që flasin për rajone, dhe në mendimin tim ka pak specialistë që e njohin, janë ata që kanë jetuar dhe që dinë mënyrën se si jetohet në Iran,
si jetohet në Arabi Saudite, si jetohet në Izrael, mund të logjikojnë. E nga ana tjetër,